Do të flasim në lidhje me protestat që po zhvillohen në bashkohet përmes internetit analisti Ben Andoni. Përshëndetje zoti Andoni. Përshëndetje dhe mirësëgjë. Sot mbahet dita e 38 e protestës. Çfarë ka prodhuar deri më tani dhe si e shikoni ju vazhdimsinë e saj? Besoj që ka prodhuar të paktën atë pjesë që mungon të shqiptarëve. Pjesën e besimit që mund të protestojnë, pjesa ku mund të thonë problemat e tyre, po mbi të gjitha, të jenë të përgjegjshëm për votën e tyre. Vjen keq të them diçka, por duhet kemi parasysh diçka. Kur bëjmë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme, shumica dhe atyre njerëzve që janë aty, po ta keni parë me kujdes, zgjedhin vetëm shokun, mikun, kushuririn ose atë dhe tjetrin. Dhe keni parë sot në shumë nga bashkitë e vendit nuk ka para as për fondet e pagave. Dhe shumë thjesht tani që të adresosh kundër Ramës, shumë thjesht kundër gjithë sistemit, po më vjen keq të them sistemi jemi të gjithë ne. Ndaj diçka tjetër për sa i përket një problematike shumë të madhe dhe dëgjova me shumë kurreshti pjesën e kronikave që keni bërë, vox popeve që keni bërë. Është shumë e thjeshtë të thuash për ilaçet, shumë e thjeshtë të thuash për pjesën e pensioneve dhe të tjera, po nuk pati një model ekonomik të mirë, është e pamundur që ti të shërbesh për vendin tonë. Dhe në këtë sens, atë ndryshim që shikon, atë ndryshim që ne duam gjithë dhe që duhet në fakt të bëhet, sepse qeveria e Ramës është një qeveri jashtëzakonisht e korruptuar. Dhe për shembull, këtë duhet të jesh i verbër që ta mbulosh. Duhet kemi parasysh një element shumë të madh, që modelin ekonomik që ne kemi në kokë është një model i cili më shumë e shfrytëzon vendin, po ta keni parë me kujdes, në më shumë mundohemi që të shesim burimet tona të para, ne e kemi shumë më lehtë që të japim gjitha setet tona, sesa të bëjmë një model ekonomik që shqiptari të ndihet i duri në vendin e vet. Prandaj në këtë sens po them që protesta është shumë idilike, por në thelb është shumë larg realitetit. Dhe ky realitet është që neve jemi të pazotët për të bërë një vend të mirë ku të jetojmë. Është shumë e thjeshtë tani të ngrihesh, është shumë e thjeshtë të bërtasesh, është shumë e thjeshtë tashmë të kanalizosh energjinë e shqiptarëve që është një energji që është ngritur mbi padrejtësitë dhe padrejtësitë që ka bërë korrupsioni i qeverisë dhe të shumë njerëzve të zotit Rama është i jashtëzakonshëm. Por ajo që këta njerëz në fund kur largohen është ajo që na shqetëson gjithë, në sensin çfarë do bëjmë me jetën tonë, çfarë do bëjmë me këtë protestë tonë. Një sens për mendimin tim, kam qenë deri ditën 25 aty, tani ka shumë kohë që nuk jam në vend, ka bërë përshtypje që ishte pjesa jo thjesht e organizimit që e thonë gjithë njerëzit, po pjesa që nga protestë kjo duhet të kthyer në lëvizje. Dhe protesta me lëvizjen ka ndryshim shumë të madh. Cili është ndryshimi? Ndryshimi është shumë i madh, sepse protesta ju e keni parë ikën në shtëpi. Kurse lëvizja është e pandalshme. Lëvizja i ka piketat e qarta. Kuptohet, edhe këtu piketa kryesore është largimi i zotit Rama dhe qeveria e përkohshme, por lëvizja përveç këtyre kërkesave ka dhe mënyrat se si duhet shkuar ke këto, ndërsa protesta thjesht ka kërkesa dhe ju e keni parë që pastaj në mesnat gjithçka fashitet, gjatë ditës me raste të ralla, domethënë gjithçka është e fashitur, qyteti bën jetën e vet dhe i rikthehet. Ndërsa lëvizja është e prerë për ndryshimin. Lëvizja është e qartë për ndryshimin sepse ka objektiva, ka institucione si duhet bërë ndryshimi, ka dhe vizion se si duhet bërë ky ndryshim. Nuk jam për revolucion. Sinqerisht nuk jam për revolucion, sepse revolucionin e bëjnë të majtët dhe zakonisht revolucionet lënë pas vetëm shkatrim. Revolucionet lënë pas kokat prera, revolucioni, po ta keni parë me kujdes, do thjesht të zëvendësoj diçka me një vend me diçka tjetër, që në fillim tregohet që është pjesa ideale, po ta keni parë me kujdes dhe po dini historinë e njerëzimit,
ata që kanë ardhur kanë qenë më të korruptuar se sa ata që kanë hedhur nga pushteti. Në këto kushte dhe me këte analizë që ju bë zoti Andoni, a ka gjasa që kjo lëvizje, kjo protest më sakt të shuhet edhe cilët mund të jenë faktorët që mund të ndikojnë në bjerrjen e saj deri në shuajtjen e saj? Protesta i ka treguar zotit Rama që ajo pjesë protagonizmi që ai kishte dhe pjesë sigurie që ai mundohej ta tregonte edhe tek faktori i jashtëm ka qenë faks. Një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk kanë preferuar të votonin, dhe unë kam përshtypjen që një pjesë e madhe e tyre, domethënë, kanë qenë ke pjesa gri, dhe në vend që ta shisnin votën e tyre ose në vend që tregonin votën e tyre për Partinë Socialiste ose për Partinë Demokratike. Por nga ana tjetër, zoti Rama ka fatin e madh që përballë ka një opozitë e cila është tandem me të, ju e dini PS-a dhe PD-ja, unë vazhdimisht e them tek ju që janë dy parti që mbajnë peng këtë vend dhe mbi të gjitha, të dyja këto parti ka kohë që kanë mbyllur ciklin e tyre. Dhe cikli i tyre ishte cikël që të paktën nga ana ideologjike Partia Socialiste ishte një parti që të ndihmonte njerëzit sepse ishte e majtë, ose të bënte politika të tilla që të ishin në ndihmë të njerëzve, ndërsa e djathta të bënte institucione. Por kur kujton për shembull atë korrupsionin që u hoq Partia Demokratike dhe kur kujton pastaj korrupsionin që e kaloi Partia Socialiste, ti shikon vërtet atë që ne shikojmë kur ecim rrugëve të Tiranës, që pjesa më e madhe e ndërtimeve ka në origjinë biznesmen që kanë lidhje o me PS-n o me PD-n. Ti shikon shumë momente nga gjërat të cilët dalin në media të lidhjeve të dyja këtyre partive. Dhe pastaj vike pyetja juaj, çfarë mund ta fashisi këtë? E fashit diçka shumë diabolike që e bëri Vučić në Beograd, por që nuk po i funksionon tamam. Që e lë protestën në emër të parimeve demokratike të vazhdoj pafund. Por keni parasysh vjen një moment që dhe individi më idealist i duhet të mendoj për ditëmërinë e tij, i duhet të gjej bukën e përditshme, i duhet të bëj punën e përditshme. Pra ju po thoni që Rama po pret derisa qytetarët të lodhen? Jo po pret, ai po e lë dhe po ta keni parë me kujdes, gjëja e cila nuk bëhet mirë nga zoti Rama dhe nga njerëzit e tjerë është që ata nuk po japin përgjigje për njerëzit. Ata nuk po tregojnë realisht që zemrimi i njerëzve ka një burim dhe burimi është padrejtësia e gjithë drejtimit të tyre. Dhe nga ana tjetër, mos harroni kemi një president që është inaktiv. Presidenti në këtë moment duhet merrte rolin e tij si përfaqësues i unitetit të popullit dhe duhet të tregonte realisht që ky unitet duhet të ruhesh dhe ky unitet në këtë rast, po ta shikoni me kujdes, peshorja ka kaluar nga protestuesit, nga njerëzit të cilët demaskojnë në çdo ditë, në çdo moment padrejtësitë që vijnë nga qeveria e zotit Rama. Dhe në momentin që presidenti nuk flet, që është pika e parë e protokollit shtetëror, kryeministri jep përgjigje shumë evazive. Njerëzit e tjerë merren sidomos me ndikimet e huaja dhe unë patjetër besoj që do ketë ndikimet e huaja në protestë. Këtë e them nga shenja të jashtme, por duhet të jesh shumë brenda që të kuptosh shumë gjëra. Por realisht njerëzit kanë nevojë të marrin një përgjigje për gjërat e tyre. Nuk mund të thuash pafund ik dhe tjetri nuk ikën. Në këtë rast, ju e dini, përgjigja është që me kalimin e kohës njerëzit fashiten, njerëzit pak nga pak e lën protestën ose gjen një stat tjetër, statin e përshkallëzimit i cili është provuar në ditët e kaluara. Por po ta shikoni me kujdes, vetë protestuesit kanë ardhur përsëri në shtratin e But, në atë shtratin që filloi protesta, që përfaqësonte kulturën e një proteste shumë qytetare dhe që i dha shumë
i dha shumë klas kësaj proteste, do më thënë, para syve të botës. Kjo është një nga sukseset më të mëdha të protestës dhe t'ju them një element që ndoshta mund t'ju krijojë hilaritet. E dini që nga kjo protest po përfiton zoti Rama, sepse me këtë rast u tregon dhe njerëzve që në Shqipëri jo vetëm protestohet, po protestuesit shqiptar janë jashtëzakonisht të kulturuar. Prandaj mesazhet që vijnë nga Brukseli, po ta keni parë, janë që për Shqipërinë janë jashtëzakonisht inkurajuese. Dhe paradoksi është që po ti dëgjosh protestuesit që në mendimin tim flasin shumë drejt, ata tregojnë që Shqipëria jonë, Shqipëria reale që jetojmë është një Shqipëri krejt tjetër nga Shqipëria që është në letra dhe Shqipëria që pritet të integrohet në Bruksel. Dhe me qënë se folëm për qeverinë, për atë se si kjo protest po i shërben në fakt qeverisë, Ministri Demo gjatë ditës së djeshme tha se po shihen disa nga kërkesat e qëndësishme i quajtja i të qytetarëve. Është kjo një deklarat për të zhbërë gjithë këtë protest dhe cilat mund të quhen kërkesat të qëndësishme? Besoj që kjo është taktike e tyre, sepse të bëhemi pak të ndershëm. Pika kryesore e protestës është dorëheqja e zotit Rama dhe qeveri teknike. Të dy aktor nuk merren parasysh fare nga strukturat e ekzekutivit. Dhe kuptoni, në momentin kur nuk ka paritet, ti nuk mund të flasësh për zgjidhje. Por ka një zgjuarsi në këtë rast nga pjesa e strukturave të ekzekutivit, që po mundohet të zgjedhë të gjitha mënyrat taktike për ta zbutur protestën. Dhe këtë ka filluar zoti Rama, ju e keni parë që qeveria ka ndërmarrë një aksion, të themi, një veprim për indeksimet e pensioneve dhe rritjet. Dhe kjo është, kuptohet, një make-up për kushtet ku jetojnë pensionistët, gjyshrit tanë, gjyshrit për ju, për mua janë prindrit ata. Dhe në këtë sens ka vazhduar tani pjesa ekzekutivit, po ta keni parë me kujdes, edhe zoti Balla dhe të tjerë flasin me të drejtë për një pjesë të shqetësimeve të qytetarëve që i qëndrojnë. Por pastaj vjen ke pjesa agresivitetit ose ke pjesa që disa deklarues të ndryshëm aty e teprojnë për shumë në gjëra të ndryshme dhe me atë kapen më shumë se nga çdo gjë tjetër. Dhe në këtë rast dhe kjo të themi deklaratë e zotit Demo është deklaratë e cila më shumë taktikisht mundohet të dobësoj pjesën e protestave, kërkesave të tyre të tjerave. Dhe me këtë rast është kjo puna që po bëhet tani për ta fashitur pak nga pak të protest me kalimin e kohës. A shihni ndryshim në qëndrimin e kryeministrit gjatë këtyre 38 ditëve, po themi? Po shikoj patjetër. E para që ka një lloj reflektimi në të themi në fjalorin e tij. E dyta në pjesën që sado që bën këtë, të themi, duke nga larg të protestës, po ta keni parë me kujdes, mënyra se si ai kapet me elemente të veçantë tregon që shumë i vëmendshëm ndaj protestës. Dhe kjo tregon që ati nuk është prishur me gjumë, pa i është prishur status quo-ja me publikun shqiptar. Do më thënë ajo marrëveshje që kishte me shtetin, me qytetarin shqiptar në këto 4 vjet, është trandur jashtëzakonisht shumë. Dhe po ta shikoni me kujdes, investimi që bën ai tash për të marrë me individ të veçantë, përpjekja që ai bën për të gjetur çdo element për të ulur peshën e protestës, tregon që protesta po zë peshën më të madhe të mendimit të tij, ndërkohë që vetëm të them një element që juve e pash sot që s'po ju bën shumë përshtypje, po besoj që kolegët edhe ju bashkë do e trajtoni çik më shumë në për çfarë bëhet lajmet e tjera. Është samiti që po bëhet në Ankara. Është e ardhmja e jonë. Po, fillon sot edhe nesër në Turqi. Në rast se lajmin e dim gjithë, po t'ju them diçka. Në qoftë se vërtet ikin më shumë se 1/3 e ushtarëve amerikanë,
Dhe në qoftë se ata vendosin që t'ikin dhe nga Kosova, dihet që angazhimet tona këte e tutje për gjërat që na presin do jenë të jashtëzakonshme. Dhe kur mendon që vendet tona përballen me korrupsion, vendet tona përballen me varfëri, dhe mund të kenë edhe rreziqe të tilla, rreziqe ekzistence. E kemi parë se çfarë bën në Ukrainë dhe e keni parë provokimet që po bëhen tash në Rumani, keni parë provokimet që po i bëjnë Polonisë. Ne kemi provokimet që i bëhen Kosovës dhe Shqipëria do marrë patjetër atribute shumë të mëdha nëse forcat amerikane reduktohen. Do jenë shqetësime që janë shqetësime mbi shqetësime, e kupton? Sepse janë shqetësime që lidhen jo thjesht me mbijetesën, janë shqetësime që lidhen me identitetin, me atë që do mbajmë në të ardhmen. Do ekzistojmë dot apo jo. Ndoshta këtu e të prova pak, por jemi në pozicione shumë të rënda. Prandaj po besoja të paktën që duhet vinte momenti tash edhe nga grupimet e ndryshme të protestës, megjithatë është një grupim që ka bërë komitetin e madh diçka tillë, që t'i kanalizojnë gjitha dhe të gjendet një gjuhë për të ardhmen e vendit. E para sepse është luks i madh për Shqipërinë, është luks i madh për Shqipërinë që të zdërhallemi në situata të tilla, ndërkohë që ne presim përgjigje. Dhe çka doja të thoja tjetër është që mbas një viti janë zgjedhjet lokale. Dëshiroj shumë nga shqiptarët që vinë në këto protesta, të paktën tani ta dinë ta hedhin votën tamam në qytetet e tyre, dhe mos t'i hedhin për militant, domethënë, siç e bëjnë gjithmonë. T'ju bëj një pyetje tjetër, zoti Andoni, duke qenë se dolet tek samiti i Ankaras, samiti NATO-s, i cili është shumë i rëndësishëm. A mund të aludojmë apo mund të mendojmë që nëse do të ketë një takim ndërmjet kryeministrit shqiptar dhe presidentit amerikan Donald Trump, do të përcillet ndoshta një mesazh në tonjza i koduar për vazhdimsinë e qeverisjes së Ramës në Shqipëri, apo nuk ka ndonjë domethënie nëse këta dy lider takohen me njëri tjetrin? Duke qenë se gjithçka nisi nga projekti në Zvërnec, ku mendohet që investitor do të ishte një prej tyre vajza e presidentit amerikan. T'ju them diçka, ju thoni dy lider, po lideri amerikan dhe kryeministri shqiptar. Janë aq shumë larg dhe ma besoni që nuk është çudi që zoti Trump mos të di fare kur Shqipëria. Ma besoni këtë, se ka ndodhur me zyrtar amerikan që nuk din fare kur Shqipëria. Domethënë, t'ju them një element, në Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë njohin Kosovën se Shqipërinë. Ndoshta mund të duket për t'u qeshur, po është fakt. Pse o thashte? Është në kufite të pamundshmes që zoti Trump të takoj zotin Rama. Patjetër që do hasen atje, sepse sa është NATO tek e fundit, nuk ka 200 lider, domethënë ka shumë më pak. Patjetër që do shikohen, do japin duart njëri tjetrit, do ndrojnë disa fjalë, por është e pamundur që zoti Trump të gjejë kohë për të folur të folë ose të ulet me zotin Rama. Në mendimin tim, qofshe e gabuar, po të takohet, më vjen mirë sepse tek e fundit zoti Rama është kryeministri i vendit tim dhe i vendit tonë. Por është e pamundur që të takohet. Pse? Sepse zoti Trump në këtë summit, i cili gati ka qenë drejt të themi një falimenti, sepse zoti Trump vetëm në fund ka vendosur që të shkojë dhe kjo fal edhe lidhjeve që ka Shtetet Bashkuara me Turqinë, dhe Turqia i duhet Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse është një nga fuqitë më të mëdha të NATO-s dhe është një fuqi që ekuilibron shumë në lindjen e mesme. Por për sa i përket asaj që ai mund të thotë për Shqipërinë, unë besoj që është fare periferike, sepse ato që do kumtoj është kumtimi i parë lidhet me reduktimin e forcave, e dyta lidhet me pjesën konvencionale të mënyrës se si do funksionojnë në të ardhmen NATO. Domethënë, nëse se Shtetet Bashkuara të Amerikës largohen, keni parasysh diçka të madhe ose reduktojnë, që këtë tutje, mbrojtja strategjike
ekipet e ndryshme drejtuese në NATO duhet të përshtaten me logjikën europiane, sepse deri tani përshtaten me logjikën amerikane. Dhe një element tjetër, i gjithë bazamenti infrastrukturor i NATO-s dhe logjika e doktrinave bëhet me manuale amerikane. Llogaritet çfarë punë e madhe do bëhet në këtë summit që të shpjegohet si do bëhen këto lëvizje të ndryshme, sepse duhet i marrë Europa. Dhe kuptoni çfarë luksi i madh është që zoti Trump t'i kushtoi kujdes një takimi me zotin Rama. Patjetër që zoti Rama besoj që do shfrytëzojë një dhënie dore ose të themi një bisedë që bëhet në këmbë. Por këto takime besoj që janë me zotin Macron, me kancelarin gjerman, ose me individ të tjerë që realisht peshojnë, domethënë, që mbajnë të ardhmen e Europës, ndërsa Shqipëria, më vjen keq ta them, në vërtet po bëjmë atë pjesën tonë të NATO-s, po përshtasim 2%, po keni parasysh jemi shumë larg interesave të tyre. Detyra jonë që na bie është detyra e të ardhmes, që si do përballemi me Kosovën përballë në një agresioni të mundshëm të Serbisë. Dhe nga ana tjetër, zoti Rama duhet gjithë vesh të dëgjojë. Dhe ky duhet lajmi më i madh për të, që do jenë gjasat për të bërë summitin në Tiranë apo jo, sepse pala amerikane ka shtruar si çështje që mos të bëhen summite të përvitshme, sidomos summite që nuk thonë më asgjë. Ky summit vërtet është i rëndësishëm, sepse bëhet direkt pas luftës së Gjirit. Po, është e vërtetë. Por të bësh summitin është diçka e tepërt, po mendoj. E qartë, faleminderit zoti Andoni që ishit me lajmet në MCN.